Me 483 vota pro, 103 kundër dhe 70 abstenime, Parlamenti Evropian miratoi rezolutën vjetore për Shqipërinë të hartuar nga eurodeputeti austriak Andreas Schieder në kuadër të raportit për ecurinë e vendit në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Në tekstin e miratuar, eurodeputetët vlerësojnë progresin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit evropian, por njëkohësisht nënvizojnë sfidat më të rëndësishme që lidhen me funksionimin e institucioneve demokratike, forcimin e shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe nevojën për arritjen e besimit publik në proceset politike. Rezoluta kërkon që Shqipëria të votojë reformat strukturore duke përmirësuar transparencën, llogaridhënien dhe pavarësinë e institucioneve të drejtësisë si elemente kyç në përmbushjen e standardeve të Bashkimit Evropian. Gjatë votimit u miratuan 5 amendamente, ndërsa 11 të tjera u rrëzuan. Mes tyre, një prej amendamenteve më të diskutuara lidhej me çështjen mjedisore në Shqipëri, u përmendej situata në zonën e Zvërnecit dhe ndikimin e projekteve zhvillimore në zonat e mbrojtura. Ky amendament shprehte shqetësimin për ndikimin e investimeve strategjike në mjedis dhe kërkonte rishikimin e kuadrit ligjor për zonat e mbrojtura, përfshirë edhe ndryshimet e vitit 2024, të cilat sipas propozuesve mund të cënojnë standardet mjedisore të Bashkimit Evropian. Në një deklarim, një ditë para votimit, eurodeputeti Andreas Schieder u shpreh se Shqipëria ka bërë përparime të dukshme në procesin e integrimit, duke theksuar se vendi ka mbështetje të gjerë qytetare për anëtarësimin e Bashkimit Evropian. Ai shtoi gjithashtu se objektive për përmbytjen e negociatave deri në fund të vitit 2026 mbetet sipas tij një synim realist nëse reformat vijojnë në të njëjtin ritëm.